Gente, stia, për kë e ke sjellë të qingjen sot? Për kë e ke sjellë? Për çeru. Nëse mendoni se kjo është nisja e njerëz nga historitë tona komike, ju sigurojmë që gaboheni, sepse jemi përballë një rasti të mirëfillt ngacmim seksual ndaj një të mituri. Ka qenë stresuar, i mërzitur dhe i pestari i familjes më kujton që do bonte këtë. Përballë nesh është një djalë 14 vjeçar nga Tirana, i cili pak vit më parë është gjendur në një situatë as pak normale me Gentianin, një i afërm i familjes 32 vite më i madh. Facebookun tim më ka pasur një ftesë ku shëri mamit, edhe e pranova. Edhe më shkujtej çfarë bëni, thash mirë. Ti ishte natë, dove tu hap bisedë erotike. Në këtë situatë as pak normale, djali i mitur reagon menjëherë. E thash çfarë tu bë kështu, s'po të kuptoj. Edhe se filloi prapë, filloi të shajt. Dhe ti çfarë i the? Thash budall, çan këto gjëra kështu. Që në bisedën e parë, familjari ishte i prerë dhe i qartë në pyetjet e tij. Ke ndonjëherë marrëdhënie seksuale? Ti u habite. Dhe çfarë ndodhi më pas? I bëra blog në fund. E gjithë kjo histori e treguar nga djali, fatkeqësisht nuk është dokumentuar, pasi për shkak të frikës së ndonjë situate në familje, ai vendos të fshijë menjëherë të gjitha mesazhet. Por ndoshta bën këtë veprim për krah ka nënën e tij e cila sheh gjithçka. Unë i lexova mesazhet dhe i thash djalit mos më fshi. Ai për sekond tash i fshivi mesazhet në frikë që kishte. Meqense nëna e mori vesh dhe kushëririt ju bë blok në Facebook, 14 vjeçari për një moment e harroi se çfarë kishte ndodhur. Por nuk kishte e thënë sepse kushëriri dukej mendjendar për të vazhduar bisedat perverse me minorenin. Kësaj radhe në TikTok. Në atë moment hap TikTokun. Sa hap TikTokun i shkruan prap personin fjalë, i shkruan si je, si kalove, pastaj vazhdoi prap të bisedat erotike. Ky quhet Genti. Lexoj mesazhet, i them djalit s'ka gjë mos u bë merak, s'u stresu. Vazhdon tha biseda si në Facebook edhe në TikTok. Që në nisje, Genti hyn drejtë në temë, duke demonstruar një qasje prej manjaku, gjë që merr pas një reagim agresiv nga 14 vjeçari. Pavarësisht përgjigjeve ofenduese të Nipçes, 46 vjeçari vazhdon të insistojë në tekstet e tij provokuese. Të gjitha këto biseda bëhen në pak qaste në praninë të nënës së djalit, e cila vendos të telefonojë nënën e saj në lidhje me këtë kushëri manjak nga Gramshi. Them kështu i thash Genti, ku më shkon çunet. Sa i marr mamin telefon Gentin, ai thotë që më kanë vjedh Facebookun. Ndërkohë ishin të fol me të njëjtin Facebook. Edhe në atë moment sa marrën bisedën me mamin, direkt i bën blok çunet TikTok. Kjo telefonat mes gjyshes së 14 vjeçarit dhe Gentit nuk e bind as pak nënën e të miturit, prandaj vendos që t'i shkruaj vetë kushëririt, pa marrë asnjë përgjigje nga ky i fundit. Pak orë më vonë, familjarët e djalit e njoftuan kushëririn nga Gramshi se ndaj tij ishte bërë kallëzim në polici. Gjë që deri në atë moment nuk kishte ndodhur. Pastaj merr vllajin telefonin, tha i thoi motrës tënde, tha që të heqin denoncimi, tha i ofroj një kafe. Se e ka bërë djalin, pa nuk e kanë bërë personalisht. Por prindrit e 14 vjeçarit nuk janë të bindur, prandaj të nesërmen nisen drejt Gramshit për të sqaruar një herë mirë këtë situatë. Telefonin tim e pati çuni. Ti thua i ka shkuar çuni. Telefonin tim e pati çuni. Shkoi te çuni. Pastaj ku mori telefon, tha Genti tha, çfarë do të shëndesh mirë? Sa të shkoj çau ky fat doli për jashtë çuni. Nuk spika ata gjej. Ai sa i kishte fshirë, sa i kafa. Unë tek çau ma bën grupën thellë, ngris në dorë të tuar. Jo, shoh se kam më marrit. Ti kishe thënë vllajta mamit nuk e di që i thuj ta tërheqin denoncimin sa do i japi kafe. Nëse vërtet e ka bërë djali, se duhet të ketë një propozim financiar për të mbyllur çështjen. Fundja, kemi të bëjmë me një zënk fëmijash. Por pavarësisht kësaj, oferta vjen dhe tepër tunduese madje. Po t'jap një zhelek, ti se pranon. Më japshin zhelek. Do të thonë që më jap shkollën tonë që të mbyllim çështën. Të mbyllim këto çështje zes si janë ndaj gjai, çfarë kupton? Ti mbyllim. Është i habitshëm insistimi i 46 vjeçarit për t'ju mbyllur gojën dy prindërve me një qënq. Për më tepër, siç tham, pretendon se nuk ka bërë asnjë gjë. Sidoqoftë, ata vendosin të pranojnë marrëveshjen, e cila do të konkretizohet 2 ditë më pas. I zgjuar në mëngjes, ndoshta me anksin për të mbyllur gjërat sa më shpejt, 46 vjeçari i shkruan babait të djalit, duke i lënë vendin dhe orën e takimit, pa harruar edhe qingjen e premtuar, të cilin dalim ta marrim ne. Gente, stia, për kë e ke sjellë të qingjen sot? Për kë e ke sjellë? Për çeru. Çe bëja jap zotrisht? Kështu do jam duhesh gojën hapni për atë që ka bërë, që ke shkuar djalit. Ja, i ke shkuar djalit.
Jo, Kush e ka shkruar djalë? çuni. Po më kishte ma telefonin mua edhe ashtu. Se ka një. Po për zotin, nuk i nje. Për çaj e duke ja dhënë 100. Po që të myllim ato gjërat, Sa gjëra do mbyll? për çunit. Si të çoni ty nuk të vjen zor. Po çfarë zojën vinë mua? Ti shkruash një 14 vjeçari ato gjëra. Po nuk i shkruajta unë, vret zoti, për zotin, djali. Ti ke folur me djalin që- Fola unë. Ha, Ai çfarë? tha babi tha unë ashtu, sa, çfarë tha ashtu? Që në nisje të bisedës me ne, Genti ka mbajtur skenarin e parë, sipas të cilit ka qenë i biri që i ka dërguar mesazhet te bashkëmoshatari i tij. Pavarësisht se disa gjëra nuk na qëndrojnë as pak. Telefoni im, po nuk kam shkruajtur unë. Po kush e ka shkruajtur më? Djali mos thash. Po si mundet një baba t'ja hedhë djalit fajin? Qa Ti thuaj, ma? fshesh pas djalit tënd. Nuk fshihem e për zotin. Ai aq burr se ta pranosh dhe ti kërkosh falje kësaj familje për çdo gjë që ke shkaktuar. Ati djali 14 vjeç. Sa të tjerëve fëmijë ke shkruar këtë mesazh? Po nuk kam shkruajtur asnjë mo. A ke folur ti me djalin? Fola me djalin. Ai tha babi sa shkruajtëm ç'kemi ç'a bën. Shkemi qa bëni ato, dua të kap, dua të bëj këtë, dua të bëj ato, me dora i pjetit, normale janë të duken ty këto. Po ç'a ti bëj unë? Nuk është normale. Burr ti, ai. Po burri, po ç'a bëj? Burr pranoj që e ke bërë dhe kërkoj falje kësaj familje për çdo gjë që ke shkaktuar. Nëse je burr, nëse realisht je. Po nuk e kam bërë unë, burri ti kërkova falje. Çinjë për çfarë ke sjellë? Po më thanë, Çfarë të më jo, automat. jo, ja ke ofruar ti, unë e kam të regjistruar, ja ke ofruar ti për çfarë ke sjellë këtë Po gjë? i kam thënë o ti, nuk thash unë që për qengjina, atë Po thash. për çfarë pra ja ofron? I ke thënë, hiq denoncimin, nga çka ke frikë? Hiq denoncimin, me këtë jam mbyll gojën ti, me këtë. Edhe pse i qëndron alibis të tij, 46 vjeçari nis të shfaq lëkundjet e para, zëri që i dritet dhe belbëzimi i vazhdueshëm na e shtojnë bindjen që pas atyre mesazheve të turpshme qëndron vet ai. A e kupton sa rëndë shka që ke bërë? Po, zoti masëm, për zotin qaf, po, flet shu. Nuk e marrë me allë fare punën. Është shumë e randa, unë po them shumë e randa. Po nuk e kam bërë unë, të lutem shumë nuk e kam bërë unë. Qa doni na unë? Për një moment, me gjithë këto përgjërime, gati na krijohet ideja se po i bijem në qafë. Por kjo zgjat vetëm për pak, sepse mjafton një moment në të cilën Genti mendon që kamera është larguar për të zbuluar të vërtetën e ngacmimeve ndaj 14 vjeçarit. E bora, E ke bërë? e bora. Me qa do bësh? Më këtë përgjigje e ke bërë? E bora më falë. Ma shkoj këtë trujë i në dhe ja. E ke bërë me Jo. fitë të ti? Ku e që Nuk e një ka fare. Nuk ma i men fare, i me doni si doni. Tani pse ja hodhe festën? Jo këtu, unë e hodha për një syre që mendoj shumë gjera, i fa e mendje gjë e madhe. Pas këtij pohimi shokues, së bashku me ndjesën, të njëjtën gjë ja pranon edhe babai të 14 vjeçarit. Këto desha me ty ta e bona. Nuk e ti ati ishte serio, për momentin e edhe ma shpeti të duash. Ti po si duash, Do me thonë e bona ti. të mund tha, dhe qa duash. Jo, nuk vës. Si duash, shumë falë, me i duat lartë, ti duat. Pas kësaj bisede, plot tension mes babait dhe 46 vjeçarit maniak, prindrit së bashku me djalin u paraqitën në komisariatin e Gramshit, efektivët e të cilit reaguan menjëherë për rastin.